ku janë strukturat e lidhjes demokratike apo të subjekteve të tjera. Subjekte të tjera përplasen në veti se a do t'jetë ladrufsi në PDK apo s'do t'jetë në PDK. A duhet jetë Fatmir Limaj në PDK apo s'duhet jetë Fatmir Limaj në PDK. I ka fragmentizu subjektet politike, nuk e kanë një doktrinë përbashkë për ju kundërvu si opozit, pavarësisht që në zgjedhje janë futur ndarës. Mirë po çfarë diskursi në dëgjon ti sot në për debate televizive, përveç më fal Valen, përfundoj, përveç disa analist, opinionist, gazetar hulumtues që e luajnë një lloj opozitarizmi të shkëlqyeshëm karshi pushtetit aktual. Cil kandidat për deputet sot dishe apo akter të subjekteve politike që dalin debate, paraqesin programet e veta, duke ju kundërvu pushtetit. Pushtetet nuk merren nëpër tavolina. Pushtetet merren me punë, me program, me diskurs publik, edhe e bind qytetarin që ti sot ki program apo ki kuadër gatshëm. Diskurs shkon se me programi këtu pak flasi për programa dhe këtë premtojnë në rajshëm. Po flasin parime. Diskursi dhe mënyra marketingi politik që bëhet çfarë fiton Kosovë. Po mendoj që